Edhe përveç që po e përmbyllim javën sot, me qenë se është ditë e premte, ne po e përmbyllim edhe një muaj shumë të rëndësishëm. Tetori roz, një muaj që flet për ndërgjegjësimin e grave për kancerin e gjirit, por sa në vendin ton vlerësohet ky muaj dhe sa gratë tona janë të ndërgjegjshme, sa me kohë e vizitojnë mjekun profesionist për të diagnostifikuar këtë sëmundje. Sot do flasim mëgjërësisht me një mjek i cili kohë të gjatë është në këtë fushë dhe kohë të gjatë ka shpëtuar shumë gra. Është radiologu i njohur, subspecialist i diagnostikës së gjirit, Argjend Imeli. Përshëndetje doktor dhe mirë se na erdhët. Urdhroni, studio është e hapur për juve. Faleminderit shumë, është shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën. Vendi juaj është aty, ndërkohë që është shumë kënaqësi që të kemi në ditën e fundit të këtij muaji të rëndësishëm, të muajit të roz, ashtu siç njihet edhe tek populli jon, por edhe në mbar botën. Doktor, më thuaj fillimisht, si e nis ditën? Shumë herët, besoj? Zakonisht po, mjekët ashtu e fillojmë, do njerë mbetim edhe shumë vonë, do njerë jemi 24 orë në punë, po kjo është... Varsisht nga orari, Po, një normale për ne, është një rutinë në cilën jemi adaptu, jemi mësuar. Dhe e keni të detyrueshme pastaj ta bëni para pacientëve, kuptohet, Po, sepse edhe është bëjmë me një vullnet. profesion me shumë vullnet që duhet bëhet dhe me shumë përgjegjësi. Po. Doktor, tetori roz po përmbyllet sot. Sa mendoni që gratë treguan ndërgjegjësim këtë vit dhe sa u përfshin në fushatat sensibilizuese që kishte? Për dallim prej viteve tjera, mund të them lirisht që këtë vit ka pasur një numër më të madh të aktiviteteve. Përveç këtyre emisioneve, ju që keni patur, por unë kam qenë i ftuar, ndoshta rastësisht kjo u superpunua, u përmbulua me aktivitetet parazgjedhore që ishin dhe shumë forumet grave, të cilat unë nuk i refuzoja, pra gratë sikur që u aktivizuan politikisht, u aktivizuan edhe në ndërgjegjësimin e tyre për sëmundjen e kancerit të gjirit dhe zbulimit hershëm të tij. Forumet studentare gjithashtu kanë qenë shumë aktive që më inkurajon, do të thonë se ne presim nga ato që në të ardhmen ta përhapin këtë lajm për këtë sëmundje, do të thonë se sa e shpesh është ajo se çka është ajo që ne mund të bëjmë, pra thjesht të ndihmojnë në mos mbetemi ne vetëm disa profesionistë shëndetësor që merremi direkt me zbulimin e hershëm kësaj të merremi me këtë punë, po gjithsesi do të thonë na duhet përkrahja e komunitetit në këtë drejtim, do të thonë. Padyshim, po kishte interesim edhe për kontrole, doktor, përveç ndërgjegjësimit për fushata pjesëmarrëseve në aktivitete? Ka patur zakonisht, ka patur edhe alajmërime, pastaj ku të vim, si të vim, sikur kjo njëherë edhe plotson atë fotografinë se ka mungesë, më thonë, në edukimin e përgjithshëm të popullatës të grave, mungon ai edukimi shëndetësor për vetë sëmundjen, për rëndësinë e zbulimit të hershëm dhe në kohë të sëmundjes. Për arsye se ne kemi në Maqedoni që nga viti 2015 është një program nacionale e screeningut që quhet, ku gratë marrën ftesa në mënyrë të rastësishme, domethënë, gratë e grup moshës prej 40 deri në 69 vjeçare për të ardhur në një ekzaminim me mamografi. Pra, i ftojmë atë kategori të grave që janë asimptomatike dhe është pa pagesë. Ekziston në një faqe, nuk e di sa do mund ta shënojmë më vonë, ta kenë gratë ku mund ta shohin, është po atë mjafton në search ta vendojnë screening Makedonia ose Maqedoni diçka dhe do e gjejnë. Faqja është screening.zdravstvo, po e provoj .gov.mk. Edhe atje kanë mundësi vetë të regjistrojnë. Do jenë edhe regjia tani të vëmendshme, ta gjejnë dhe ta vendosin po. Screening.zdravstvo.gov.mk. Këtu gratë mund të lajmërohen vetë të caktojnë një mamografi duke i dhënë dhënat e tyre personale, ku ne do marrin një mesazh, mund të caktojnë edhe pap test, më thënë këto hinat programin nacional. Unë të thoja ajo se numri, pasi unë jam përgjegjës pothuajse prej gjithë Maqedoninë perëndimore, se për fat keq ne jemi një numër i vogël i mjekëve subspecialistë të diagnostikës së gjirit,
dhe screeningu që bëhet prej nohër në Struk, Manastir, vinë Tetov për ta lexuar. Ne bëjmë double reading, lexim të dy fish, dy radiolog në mënyrë të pavarur që janë subspecialista, që jemi 5 në krejt në nivel të shtetit. I lexojmë këto. 2 mamografi dhe mbas asaj vendosim se gruaja nuk, është në rregull apo ka nevojë edhe për një incizim të shtesë për pru diagnozën. Numri grave që u përgjigjen këtyre thirrjeve është i vogël. Sa i përket, do thoya, rajonit të topologut të Tetovës prej ku vi unë atje, për dallim prej pjesëve tjera. Kështu që kjo na flet më shumë për atë se kemi ende hapësirë për të bërë diçka më tepër, për të përmirësuar sa i përket asaj që vetëdijësimit dhe edukimit shëndetësor të grave. Pse, doktor, është e rëndësishme që të flasim për gjatë gjithë vitit, 365 ditë të vitit, për këtë sëmundje dhe jo vetëm në muajin tetor roz? Po, për arsye se neve na paraqitet gra me kancer dhe kanceri nuk një kufizime mujore, nuk I njeh 31 ditët që I ka tetori. Këto mund të na shërbejnë vetëm për të qenë më aktiv, për të ngritur vetdijen, por efekti I kësaj duhet të ishte tanë vitin, se ne tanë vitin me një ritëm të njëjtë diagnostikojmë raste të reja. Zbulohen gratë të reja me kancer gjirit, gratë reja fillojnë trajtimet e tyre, qoftë kirurgjike ose qoftë onkologjike. Disa gra humbin betejën, pra ne duhet të jemi aktiv gjatë gjithë vitit dhe jo vetëm në muajin tetor. Definitivisht. Doktor, mund na definosh tani çfarë është kanceri I gjirit dhe pse duhet të jemi kaq të vëmendshme neve gratë që t'i bëjmë kontrolet me kohë? Kanceri I gjirit, zakonisht si çdo kancer tjetër, paraqet një shomim, një rritje të pakontrolluar të qelizave të atij indi prej ku buron ajo prej ku. Në këtë rast janë të qelizave të gjirit, të strukturave përbërëse të gjirit, sikur që janë kanalet e qumshit të gjirit, duktuset, ku një përqindje e lartë, domethënë, e kancerit është, ne I thumë duktal, domethënë, buron nga kanalet e qumshit. Një përqindje tjetër është nga lobular, domethënë, kemi varësisht se në cilën pjesë të gjirit fillon kjo rritje abnormale e këtyre qelizave, ashtu domethënë edhe bëhet klasifikimi I këtyre llojeve të kancerit të gjirit. Normal kjo ndodh si pasojë asaj që ndodh dhe një ndryshim në ADN-n e këtyre normale të këtyre qelizave, të cilën organizmi joni që gjithmonë ka prirje ta rregulloj, ta korrigjoj dhe pasi thuhet se pothuajse gjithmonë në trupin ton krijohet dhe një qelizë maligne, po imuniteti jon, domethënë trupi jon e mund ata e shkatron. Në këtë rast kur dështon ky mekanizëm vjen te një shëmim më I madh I këtyre qelizave. Edhe të cilat kanë domethënë mundësinë, aftësinë nëpër sistemit enëve të gjakut ose atij limfatik të përhapen domethënë në pjesët më të largëta të trupit të njeriut. Edhe kjo është faza domethënë e sëmundjes e cila është e pashërueshme, domethënë faza metastatike e sëmundjes. Pse është e rëndësishme që kontrollat të bëhen me rregull dhe screeningu që mund të rrisë mbijetesën e dim deri në 99%? Sa është e vërtet kjo? Doktor? Domethënë, qelsi I suksesit këtu pikërisht qëndron në zbulimin e hershëm. Po pra. Dhe ju jeni ata që ndër të parët e zbuloni këtë sëmundje, radiologu është ai I cili I pari bie në kontakt me këtë grua, qoftë ajo e ftuar, domethënë, të vi për depistim ose screening që I themi ne këtu, që I vjen domethënë një grua asimptomatike. Ne qëllimi I krejt kësaj që duam të bëjmë këtu me këto emisione, me këtë është të ngritim vetdijen se gratë nuk duhet vinë kontroll vetëm kur ato mendojnë që janë smura, që kanë diçka, që ndjejnë një dhimbje, se përkundrazi kanceri I gjirit, domethënë nuk dhëmb, por që ato duhet bëjnë kontrolla të rregullta periodike, se vetëm zbulimi I hershëm mundson ato që thati shërim deri në 99% të plot të sëmundjes, domethënë varësisht prej fazës në të cilën ne kemi kapur. Dhe të kthejmë pastaj në normalitet apo jo? Po, normal, domethënë ne përveç se tentojmë se nëse kemi një fazë metastatike të sëmundjes, ne nuk mund të shërojmë plotësisht, pra. Duke kemi humbje të viteve të jetës. Kemi humbje kualitetit të jetës, kemi trajtmane, domethënë ma të rënda, qoftë kirurgjike, ma agresive, kemi terapi që
edhe kushton ma shumë edhe për sistemin shëndetësor, por është edhe ma e rëndë e përballueshme për vetë pacientin. Pra, zbulimin në kohë dhe në fazë të hershëm të smundjes është ai qelsi i suksesit deri në një, si themi, shërim deri në mbi 90% ose 99%, sido që tjetë. Po cilat janë, doktor, ato shenjat paralajmëruese që nuk duhet t'i neglizhoj asnjë grua kur i sheh në gji ose përreth gjirit të saj? Unë do doja që me këtë që flasim në këto emisione, me gjithë to tubime që i mbajmë, workshope, takime me gratë, ne të ngritim të vim në atë nivel të vetdijes që gratë të kuptojnë që primara është ato të lajmërohen te mjeku në fazën kur nuk janë paraqitur këto shenja. Këto shenja që shpesh gratë janë shumë të interesuar të dinë se cilat janë. Ajo të vinë kontroll periodike vetëm për faktin se i ka kaluar një vit që nuk ka bërë kontroll. Se në fazën kur ajo ka këto shenja, zakonisht thuhet në fazën pra kur ajo shenja do ishte, ajo do mund të preki një gungë, do shifte ndryshime të lëkurës. Shpesh është ajo faza e avancuar që është lëkura e portokallit, ku poret theksohen njësoj sikur që është lëkura e portokallit, pa e doronsh, i thonë në franglisht, dhe e përdorim në atë term. Tjetër do ishte tërheqja në mrendi e lëkurës së gjirit, e thithkës së gjirit, po kjo zakonisht është një fazë ku mundësia që smundja të jetë përhapur në pjesët tjera të trupit është shumë më e lartë. Pra, ne do të donim që gratë të vinë ende kur nuk shohin kur një ndryshim. Kur shohin asnjë shenjë. Vetëm pse ka kaluar një vit dhimbje me sa thuhet s'ka as pak, apo doktor? Zakonisht kanceri i gjirit nuk ka dhimbje, në 99% të rasteve. Është një formë që njihet si karcinoma inflamate që duket si fillon si inflamacion, si infeksion i gjirit duket me skuqje më ashtu, edhe ajo pak manifestohet me dhimbje, pa është një në 100 raste mund të jetë i tillë, domethënë. Ka edhe shenjat e tjera të inflamacionit dhe shpesh mund të na ngatrojnë atë aspekt, po edhe ajo për një kohë të shkurtër domethënë diferencohet se çka është puna, domethënë është karcinoma ajo. Metodat kryesore të skriningut, doktor, cilat janë dhe sa janë të aksesueshme në vendin tonë? Sa jemi përballë shteteve të zhvilluara? Me një metodë të skriningu që asnjë grua nuk do mund të thotë se nuk e ka të aksesueshme, pasi mund ta bëj vetë në shtëpinë e saj, para pasqyrës, në komunitetin e saj. Si fillim, a? Po, si fillim, ajo do ishte vetë egzaminimi i gjirit. Çdo grua do ishte mirë, domethënë të njihet me gjirin e saj, dhe këtë gjë ta bëj një herë në muaj, të del para pasqyrës, të ngrej krahët lart, dhe të filloj me, si themi ne, me inspektim, domethënë me shiqim të shoh gjirin e saj, të mundohet të dalloj a ka ndonjë ndryshim nga ajo se si ka qenë para një muaji gjë. Qoftë në ndryshim të lëkurës, qoftë në një fryrje e gjirit në një pjesë, qoftë në një spostim i lëkurës mbrendi, ose i thithkës gjirit në brendi, e pastaj të filloj me gishtat e saj, domethënë ta prek gjirin e saj, që njihet me gjirin e saj. Po kjo do ishte mirë ta ketë bërë, mbasi ajo paraprakisht ka bërë një kontroll të mjeku dhe ka marrë një siguri që nuk ka kur gjë, që gjithçka është në rregull. Dhe pastaj ajo shumë ma lehtë do e ketë se të bindet në atë se ajo që prek, se sigurisht do prek disa struktura, se e thot preki do kokra do ashtu, dhe do e kuptoj se ato janë strukturat normale të gjirit, në varësisht domethënë se sa është densiteti, densija e gjirit, domethënë gjiri më i ri është me më shumë gjëndër dhe duket më ashtu, dhe preki është më si me kokra, se pak a shumë ndërtimi mbrendshëm i gjirit i përngjan atij kalaveshit të rushit, domethënë ku ato kokrat i paraqisin ato lobulluese në të cilat prodhohen qumshtet dhe këto bishtat e vogël të rushit janë ato kanalet nëpër të cilat ai vjen në sipërfaqe, vjen te ai bishti kryesor më i madh apo ai do ishte thithka e gjirit dhe ku del qumshi në sipërfaqe, domethënë edhe me të cilën ushqehet. Po, pajisje teknologjike në vendin tonë, përveç skriningut, mamografia, si janë? Unë do e haroja pa u përgjigje në këtë pjesë, në metodë tjera skriningut, domethënë, për moshat e reja është e përshtatshme ekografia ose ultratingulli, ultrazëri, si themi, ehoja është e njohur shumë më shumë në popullatën tonë. Ajo zakonisht është shumë më e përshtatshme për moshat e reja se nuk ka rezatim ionizues siç është mamografia, është shumë senzitive e ndjeshme për një gjë i dendur sikur që është gjiri i një grua të moshës së re deri në 40 vjeçare. Edhe kjo është, domethënë, ai standardi i artë i
diagnostikimit edhe që mund të përdoret edhe si screening për këtë grup moshë që është drejt në moshën 20 vjeçare. Pas moshës 20 vjeçare kur incidenca rritet dukshëm e sëmundjes, atëherë preferohet bëhet mamografia, ku na shërben si bazë cilat nga gjithë këto gra që kemi bërë incizime me mamografi, ne do i ftojmë për të bërë, do të thonë, ose do i ftojmë për me pa ma detajisht me ekografi se çka ka, si a ka ndryshim të dyshimt ajo, dhe eventualisht të bëjmë biopsionin e gjirit, do të thonë të udhëhequr me ultrazon me ekografi. Qartë. Doktor, edhe një pjesë tjetër është që vlen të theksohet edhe bashkëpunimi mes grave dhe ajo ndjenja emocionale që mund të kenë të gjitha ato gra që e kanë të kaluar këtë sëmundje dhe të gjitha ato gra që vetëm më po përballen. Sa në vendin tonë gratë janë bashkëpunuese dhe flasin me njëra tjetrën për këtë sëmundje? Në këto iniciativa gra do të kenë mbështetjen, do të kenë mbështetjen nga edhe nga institucionet shtetërore, por edhe nga organizata tjera jo qeveritare, do të ndihmohen, domethënë, që të vetë organizohen, të bashkohen, të këmbejnë, domethënë, përvojat e tyre, se shumë ma lehtë, domethënë, do të kalojnë atë fazë të sëmundjes, ma mërmendja, pra unë nuk jam një psikolog, po nëse ato bën një grup terapi, një bashkëbisedim me njëra tjetrën, ose thjesht e ndajnë përvojën e tyre paraprake. Qoftë ajo përvojë ndoshta më e hidhur, apo qoftë edhe ajo që e ka të kaluar me lehtësi? Patjetër, çdo përvojë është një mësim është, është, si thonë, mësimi ajo që ka fitojmë një jetë kur nuk fitojmë atë që duam. Shumë e saktë. Dhe njëherë kur nuk arrim atë që duam, kjo është mësimi se, u desh të veproja kështu për të arritur, dhe më thënë, këtë gjë. Nga i mësim mund të mësoj një tjetër që mos e pësoj edhe ajo, dhe më thënë. Dhe njerë të bëjsh mirë në këtë botë, të shpëtojsh jetën e tjerëve, është ajo trashëgimia që lamë në këtë botë, se ajo që bëjmë veç për vetën shkon me ne, në botën tjetër, por dhe njerë është, në më thënë, jo është mirë, po e kemi si mision jetësor të bëjmë diçka për të tjerët. Natyrisht, për një fjali që nëse e kompletonim nga ana juaj si radiolog, çfarë do të thotë për juve, doktor, zbulimi i hershëm shpëton jetë? Zbulimi i hershëm shpëton jetë është i njoftur, do të thonë, edhe nga moto botërore që të gjithë janë këto di komponenta që vetë organizata botërore e shëndetësisë, tash flasim edhe me terma kështu, i nje si shumë të rëndësishme në uljen e vdekshmërisë prej kancerit të gjinit. Pa kur themi ne nuk është vetëm një fjalë e bukur ashtu që tingëllon bukur, po organizata botërore e shëndetësisë ka, do të thonë, konstatuar se edukimi i grave për kancerin, si sa i shpesht është ajo, se nuk e thamë ndoshta. Çdo e teta grua ka shans brenda jetës të preket prej kancerit në gjinë. Edukimi i tyre për këtë sëmundje dhe atë se si mund ta zbulojnë në kohë. Dhe të mësuarit e tyre, e dyta, që të kenë qasje në këto metoda screening, janë dy faktorët që ulin vdekshmërinë prej kancerit. Pra kjo është ajo që themi zbulimi i hershëm, se është e vërtetë se zbulimi i hershëm shpëton jetë. Pra një grua që ka zbuluar në fazën fillestare sëmundjen ka shansa, do të thonë deri 99% që brenda 5 viteve 10 ose më shumë sëmundja mos i rikthehet, do të thonë, ose do të thonë të shërohet plotësisht nga kjo sëmundje. Dhe çfarë do ju thonit ju tani publikisht grave që hezitojnë dhe kanë frikë të bëjnë të paktën një mamografi? Frika nuk është opcion, domethënë, i cili është në dobi të gruas, që mos friksohen, të bëjnë mamografin, të ju përgjigjen këtyre ftesave që do i marrin ose eventualisht nëse nuk i marrin vetë të regjistrohen në këtë faqen e screeningut që është, të lajmërohen, të kërkojnë të bëjnë një ekzaminim, metoda zgjatën shkurt disa minuta, ka shumë pak rrezatim, domethënë, probabiliteti që të zbulojmë kancerin në 2-3 vite më herët, do të thonë se para se ai të paraqesë simptoma është shumë i lartë,
kështu që gruaja nuk humb kur gjë, domethënë nëse lajmërohet ose kërkon. Rezultati është i menjëhershëm, doktor, ose duhet pritet për mamografi? Si shkon procedura? Pra kemi mamografia përdoret për diagnostik dhe screening. Dallimi është diagnostik është faza kur gruaja vren diçka dhe ka ardhur mjeku dhe zakonisht unë ato e marrin menjëherë këtë rezultat. Po kur është për punën e screeningut, kur vinë, për shembull, mund vinë CD-at prej Ohrit që kanë bërë gratë, nuk i marrin se vinë ende nuk kemi në një PACS nacional, ajo quhet Picture Archiving Communication System, që unë ta shoh në moment incizimin që bëhet në Ohër, po zgjat disa ditë derisa mbrin tetov që të lexoj lexuesi i parë, se lexojmë në mënyrë të pavarur dy radiolog. Pasi këtu është problemi se ne nuk e shohim pacientin. Nuk është gruaja ati të më thotë këtu kam një gung, kam një këshu, kam të më orientojmë u pak. Dhe është pak më komplikuar. Është më e komplikuar dhe do kërkohet një përvojë më e madhe e mjekut që lexon screeningu dhe ne jemi të pak thash në nivel shtetëror, jemi vetëm 5 subspecialistë gjirit. Pra incizimi i tillë do lexohet, vim për Manastirit vin Tetov, Tetova, Struga, Gostivarje edhe ashtu i bën në Tetov. Këto gjithë vinë në spitalin tonë lexojmë, mandej lexojmë kolegët në Tet Shtatori ose në klinikën universitare, më thënë bëhet leximi dyfish. Kjo zgjat, po sidoqoftë është më mirë, më thënë, brenda një vitit, nëse ajo lajmërohet për një muaj më shumë, ajo do merr, domethënë, rezultatin, do merr mesazhin që është në rregull gjithçka, që të bëj kontrollin e radhës, apo nëse ka nevojë për diçka që e thirrim që, domethënë, për të bërë procedura që do nevojiten bëhen. Që do të thotë vlen të kuptojmë që edhe bashkëpunimi mes mjekëve është shumë i mirë mes profesionistëve të kësaj fushe. Bashkëpunimi gjithkund. Gjithkund është. Është i detyrueshëm pastaj, por që për të mirën e pacientëve gjithmonë kuptohet. Ajo shuma e angazhimit ton në ekip është gjithmonë më e madhe vlera e asaj se sa vlera e gjithë pjesëtarëve në veçanti të atij ekipi. Më thënë, nuk është sikur 1+1+1 bëjnë 3, po këtu 1+1+1 japën 10 ndonjëherë. Në vlerë është shumë më e madhe. Më thënë, përvoja kur ne do e këmbejmë me njëri tjetrin, vërtet besoni është shumë më e madhe. Se diçka do diun që nuk din ai tjetri ose anasjellës do ndihmojmë me përvojën tjerë. Edhe pra nuk është e barabartë me shumë si në këtyre 3 personave ose 4. Të gjithë keni përvoja të ndryshme me pacientë ndryshme. Secili me backgroundin e tij, domethënë mund të kontribuojë, se mund të jetë një qasje multidisiplinar. Ai mund të jetë një kirurg që mund të më ndihmojë mua me përvojën e tij si kirurg torakal që ka operu, ai tjetri le të jetë mjeku onkolog, domethënë me përvojën e tij me trajtimin e këtyre grave, unë si radiolog, pa gjithmonë bashkëpunimi puna në ekip është ajo që sjell rezultate më të mira. Doktor, me qenë se ora në studion tonë shënon 9:59 sekonda, në minuta më falë, ne këtu duhet ta përmbyllim këtë bisedë kaq informuese dhe ndërgjegjësuese mbi gjitha për të gjitha gratë që na kanë ndjekur në këtë mëngjes. Urojmë që 365 ditë të vitit të jenë të ndërgjegjësuara, të bëjnë kontrollat e rregullta dhe jo të presin vetëm muajin tetor, atëherë kur bëhet edhe thirrja. Unë juroj juve shumë shëndet fillimisht dhe punë të mbarë dhe me kaq fisnikëri që e bëni çdo ditë me të gjitha këto paciente. Faleminderit shumë Aida, ishte kënaqësi të jem pjesë e këtij emisionit dhe të japim kontributin tonë modest, domethënë në ndërgjegjësimin e grave për këtë smundje, për kancerin e gjirit. Faleminderit. Të dashur miq, ne këtu po përmbyllim edhe këtë emision për ditën e sotme, duke shpresuar që ja keni kaluar mirë dhe keni ngelur të informuar për këto 2 orë të plota që kishim në dispozicion me shumë informacione të përmbledhura edhe në këtë ditë. Ju urojmë një fundjavë të mbar dhe të këndshme. Mirupafshim dhe shihemi të hënën.